Ky është teleskopi Rubin, një nga teleskopet më të mëdhenj që kemi ne sot dhe që ka një pasqyrë 8.4 metra. Ndodhet në Kili, në malin Cerro Pachon, në një nga vendet me netet më të pastra në tokë përpara qiellit në natës, yjet. Ky teleskop është dizenjuar që të ketë një fushë shumë të gjerë pamje. Dhe ky teleskop është vendosur një kamera me 3.2 gigapiksel ose 3200 megapiksel. Dhe me këtë kamerë ne mund të shohim një fushë të gjerë sa gjerësia e 7 hënave të njëra pas tjetrës. Çdo 15 sekonda ky teleskop mund bëjë një foto të gjerë të qiellit. Dhe për 3-4 net ky mund të plotësojë komplet qiellin e natës. Mund të shohë të gjithë qiellin e natës. Ai mund të identifikojë të gjithë asteroidët që lëvizin nëpër qiell dhe kometat. Ai që në 10 orët e para ka zbuluar 2100 asteroidë të rinj që nuk njiheshin dhe 7 prej tyre ishin afër tokës, relativisht afër. Duke bërë fotografi të përsëritura të qiellit të natës, ne mund të shohim dhe lëvizjen e këtyre asteroidëve dhe kometave, rrugën nga shkojnë, nga vinë. Dhe përveç lëvizjes së asteroidëve, ne mund të shohim dhe aktivitetin e yjeve në qiell. Disa bymen, disa kurren, lëvizin, largohen, afrohen, gjithë aktivitetin e tyre. Gjithashtu mund të shohim dhe nova, shpërthimet nova apo supernova në qiell, të cilat është shumë vështirë t'i kapësh, domethënë se shpërthimi ndodh në një moment shumë të shkurtër kohe. Dhe nëse ne bëjmë foto, ne mund t'i kapim shumicën e tyre. Gjithashtu, prej një informacioni shumë të madh që ky teleskop merr, rreth 15 deri në 20 tera në natë, ne mund të formojmë një model 3D të qiellit të natës, të yjeve, të objekteve që ka në qiellin e natës. Kështu ky teleskop Vera Rubin është një nga teleskopet modern që është ndërtuar dhe funksionon sot, së bashku me teleskopin James Webb e të tjerë që do ndërtohen, të cilët do ndryshojnë komplet atë që mendojmë ne për natyrën.